në mos gabofsha vetë një komunë që kur s'ka hupi dhe këja në Kosovë, dhe në këtë drejtim, dhe më thonë që kjo është pak pyetje që kam për juve, a është kjo, a mendoni edhe ju qashtu, edhe e dyta është zoti Ferrati si kryetari i STUG-ut, pse mendoni ju që do të më konë edhe njëherë kryetari i STUG-ut, do më thonë pse, çka keni me vazhdu, çka keni me nis, çka ju ka met pa bo herën e kaluar, kështu me radhë, që mendoni që edhe një mandat për juve në STUG është i dobishëm për STUG-un? E para, po du me fillu prej çështjes të qenojt Bastion si komunë. Mendoj që specifikat e STUG-ut në kuptim të bindjeve politike që i kanë edhe asaj se çka ata besojnë politikisht në krahasim me bastionet tjera në nivel të Kosovës janë të dallueshme. Pse po them? STUG-u me LDK-n përpos bindjes politike që është trashëgu për qenonit vendlindja e Ibrahim Rrugovës, është pjesa e një pakti mirëbesimi që është nënshkruar thojza, po them nëse më lejohet me qujt, në kohën kur është themeluar LDK-ja edhe aktivitetet që është bërë tutje në vitet e para luftës, e gjatë luftës, e sigurisht manej pjesa e aktivizimit të po të njëjtë aktivist në pjesën e pas luftës, që i kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh mbajtjes situatës në nivel qytetar, të pas parasysh polarizimin e madh që ka ekzistuar në vitet e pas luftës, që po ashtu ka ekzistuar edhe në STUG. Është një aktor të krejt formacioneve, po flas edhe aty në politike, të partive politike, edhe të formacioneve ushtarake që kanë pas bët kuptim politik, e kanë ditë rëndësinë e sjelljeve tyne edhe ato që ka shkaktuar sjellja të qytetarit të STUG-ut. Tutje mas zgjedhjeve të para, ku me shumicë ka fituar Lidha Demokratike, edhe fillimit të investimeve të institucionit komunës, në atë kohë sigurisht përmes donacioneve së buxheti i parë, nëse nuk gaboj, ka qenë 180.000 marka. Mundësia për investim më konë minimale ose zero, edhe komunikimi i drejt për drejt, edhe përcjellja e jetës qytetarëve, sfidave, hallave, kërkesave që i kanë pas, përmes trajtimit të komunës me kapacitetet që i ka pas, mendoj që kjo është arsyeja pse STUG-u ende vazhdon të konë bastion i punëve të mira që qytetarët i kanë kryer përmes komunës e që komuna i ka kryer me qytetarin. Nuk është veç berberie e verbert politike, është gjykim që qytetari i STUG-ut din me bo me gjaktësinë më të madhe dhe me inteligjencën e logjikën që veç ai ka gjë për cilën unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, se na man nivel edhe mu si kryetar, edhe i man nivel edhe tjertë kandidatë që pretendojnë me konë garu serioz në garën për kryetar komune. Ani pse për krejt të vetë është bo punë jashtëzakonisht e madhe, të cilën na po e prezantojmë në secilin takim që po dalim prej familjes ose prej lagjes ose edhe në tubimet më dha elektorale që është pjesa tradicionale e fushatës së si e bën LDK-ja. Pse duhet me bo kryetar edhe njëherë, përpos që e kom thonë edhe në herën e kaluar, unë jam një prej qytetarëve të STUG-ut që krejt jetën, edhe timen, edhe familja ime, edhe ngritjen personale, profesionale, politike, e kom bërë të jetë bashkë me ta. Thonë jam thjesht një prej tyne që vazhdon me jetu në të njëjtin vend me ta, edhe mu përballë me kërkesat e me sfidat e me problemet që i ka qyteti i STUG-ut. Vazhdimësia në kuptimin e asaj që ne prezantojmë si program është ky dokument që kam thënë me vete që është në 6 shtylla, që është derivat i programit të vitit 2021, jo i të njëjtit. Po flas me sfidat që na i kemi pa e i kemi identifikuar për gjatë tyne 4 vjetë. Dhe vazhdimësie. Eksakt. Për gjatë tyne 4 vjetë bashkë me qytetarët, bashkë me grupet interesit, bashkë me shoqërinë civile, bashkë edhe me biznesmenët, që janë pjesë aktive e jetës publike në STUG. Po isha të një pjesë ku në kandidatëve një tendencë ju e mirë e kopjes të programit të kalum, po du me shuzërasë me informu që një pjesë e madhe të është përmbyllë, realisht edhe janë të është një farë kopje e ripërpunume që nuk funksionon të qytetarit i STUG-ut. Kisha dashur që secili prej tyre me pas të detajuar në kokën e vet edhe në planin e tij se çka ata i ofrojnë qytetarit të STUG-ut dhe pse duhet qytetari i STUG-ut me i votu ata dhe me pas mundësinë me i përballë me çdo argumente dhe me pas qytetari mundësinë më gjyku se cila është, s'po du me thonë ofertë, por cila është versioni që i shkon për shtati më shumë qytetarit të STUG-ut. Është pjesë e këtij dokumenti janë 12 projekte kryesore që në total kapim vlerën për 23 pikë diçka milion, e të cilëve secilit ju dihet e para burimi i financimit, e dyta secili është me studim të fizibilitetit bashkë me projekte detajuar, secili ka plan dinamik
Unë e dim se në cilën vit kemi venis, edhe në cilën vit kemi përfundu. Edhe tutje janë një 2 komponentat prej 12-ve, cilat veç e kanë financimin e gatshëm, edhe 2 prej tyre janë në procedurë të prokurimit kur po flasim, edhe po presim kur të vjen afati ligjor që mu hap ofertat edhe me ditë se operator ka me vazhdu punën. Don konkretisht për qytetarin e Stogut, po flas për lumin e Stogut, don hapjen edhe kthimin e tij në pikat e veta gjeodezike që s'është bërë prej që është hap për herë të parë për Jugosllavisë, trajtimin e bankinave sepse po na shkakton probleme në kohën e treshrave, instalimin e kolektorit kryesor për briti deri në fshatin e fundit të Stogut, edhe tutje një rrugë për bri lumit që përpos rekreacionit edhe që na jap neve mundësinë e mirëmbajtjes lumit, mundet më shkaktu edhe pjesë të zhvillimit ekonomik, që janë pjesë të bukura dhe atraktive, të cilat deri tash qytetari nuk ka pas mundësinë me shfrytzu me diçka tjetër përpos me bujqësi. Te bujqësia që lashtë fund, që s'është për nga rëndësia, është pjesëja e lehtësimit që e shkakton ky projekt në ujitje. Do të ka toka jashtëzakonisht pjellore edhe komponenta një ndër kryesorët e zhvillimit ekonomik është bujqësia. Ne jemi lider në prodhim mollës, jemi lider në prodhim peshkut, jemi lider në prodhim qumshtit, edhe jemi vendi i 7 në Evropë në prodhim të bimëve aromatike me kuske, që sigurisht edhe këtë aktivitet ka me ndiku jashtëzakonisht shumë. Një tjetër që është në pjesë në procedurat të prokurimit është prej sheshit Gjakut, me vija 1, deri te udhkryqi te rruga për Dubrav, Dushkoj, edhe Sena, që është zona industriale, është trajtimi i njëjtë kam ju bos që shu ka bo pjesës qendrit, mu transformu komplet fillimisht pjesa në nëntoksore që ka rëndësit madhe për stog edhe për shkak irës edhe për shkak të reshrave kohëve të fundit, edhe mana edhe pjesa sipërme me trotuar, rrugë, ndryshim i sinjalizim, që përpas që shkakton zhvillim jap edhe siguri të lëvizjes edhe për makinerit edhe për qytetarin. Projekt 3.5 milion euro që besoj shumë deri ka nënture veç në shkuat kontrata dhe vazhdojnë punimet qysh këtë vetë.